Pas vizitës kohë më parë të organizuar nga Bashkësia Islame e Prizrenit për shoqatat e dalja nga lufta për një vizitë në Stamboll, gjithsesi në shoqatën e Federatës Ballkanike të Turqëve në botë, ku edhe atje pastaj për shërimin e një antarit të shoqatës së invalidëve të luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës për shërim, sot në vizitë kthyese ishte kryetari i kësaj shoqate Recep Varol, ku është pritur nga udhëheqës të shoqatave të dalja nga lufta të komunës së Prizrenit. Lidhur me këtë takim, i nderuari Recep Varol shprehet se këto takime i forcojnë raportet e ngushta që kanë Kosova dhe Turqia, sepse ne jemi popull vëllëzër të një tradite shumë të përbashkët, ka theksuar ai, ndërkaq ushtarët e ushtrisë shërimtare të Kosovës konsiderohen të barabartë me ushtarët turq. Jemi lidhur para një 3-4 muaj përpara, kanë ardhur misafire kishim këto shoqatët, po, krejt, edhe kemi bërë, edhe vizit kemi bërë, edhe kemi folur për krejt, kemi folur edhe çdo bëjmë bashk, qatë të bëjmë, si të bëjmë për ndim, ose për tjetër gisendi, edhe kushtu kemi filur. Inshallah do ketë mirë, se jemi si një gjak jemi neve, a më kupton, jemi vllazer, jemi gjak, se jemi edhe shqiptar, po edhe Turqia me Kosovën është si vllazer. Historinë e kanë shumë i gjatë, i vjetër historinë e kemi, edhe kështu, jemi edhe gëzur jemi, pse jemi kështu bashk, pse bëjmë programin bashk, se UÇK-ja është e jona, UÇK-n e kemi si ushtarët e Turqisë si janë, ushtarët e Turqisë, UÇK-n ashtu e kemi neve, edhe e kemi marrë Ramiz Kukaj, e kemi marrë Ramizin një 12 dit, ishim në Stamboll një spital, edhe kemi verë një ashtu, shqyr tani ma mirë është. Isa Berisha, sekretari organizatës e veteranëve të luftës në Prizren, në emër të shoqatave të dalja nga luftat e Prizrenit, ka falendëruar ndihmën që ka bërë Recep Varol për këto shoqata dhe mikpritjen se dhe ndihmën që i kanë bërë për shërimin e invalidëve të luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës, duke premtuar një bashkëpunim më të mirë në të ardhmen. Të theksohet se gjatë kësaj vizite që ka shku për shërim zoti Ramiz Kukaj, do më thonë gjithmonë ka qenë pranë edhe kryetari i kësaj shoqate Recep Varoli, të cilin e falenderojmë edhe publikisht për kujdesin që ka bë për këtë invalid të luftës. Shqyr zoti, do më thonë, ky invalid i luftës është në shërim e sipër dhe është në gjendje të mirë shëndetësore, dhe si shpeshini edhe ju gjatë vizitës që kam pas këta në për shtetet e Ballkonit, veçanërisht edhe në Prizren kanë ardhur dje, ne e kemi prit dhe e kemi takuar këta dhe kanë bërë vizitë edhe tek ne, dhe ne i shprehim falenderimet, do më thonë, rreth këtij aktiviteti që ka pas, dhe këtë kujdes që kanë ndaj neve, dhe shpresojmë që edhe në të ardhmen, do më thonë, të kemi kësi lloj takimesh dhe bashkëpunimi të vazhdoj edhe në të ardhmen. Dihet mirë që kërkesat dhe e veteranëve dhe invalidëve janë të shumta, duke di që janë në gjendje të rëndë ekonomike dhe financiare, kështu që për shërim jashtë vendit do më thonë na kanë mundësuar dhe do të na mësojnë edhe në të ardhmen që ka nevojë për shërim jashtë vendit veteranët apo invalidët e luftës. Ndërsa ata sot fillimisht kanë vizituar xhaminë e Sinan Pashës, e pas kësaj kanë vizituar dhe monumentet e rëndësishme të trashëgimisë kulturore që ka Prizreni.